Evropa juglindore po përballet me krizë energjie për shkak të valës së të nxehtit dhe për këtë arsye në Rumani forca detare rumune kryen një shpërthim të kontrolluar për të devijuar një vëllim të madh uji në Danubin e Vjetër dhe në termocentralin bërthamor Crna-Voda për të ndihmuar në ftohjen e tij. Rreth 180 kg eksploziv u përdorën sot sipas Adevarul për të lëvizur një shkëmb të madh që kufizonte rrjedhën e ujit. Ministri në detyrë mbrojtjes Radu Miruta e përshëndeti operacionin si një sukses, duke thënë se do të ndihmojë në ftohjen e uzinës dhe transportin e ujit në lum. Duke patur parasysh kushtet ekstreme të motit që vazhdojnë, uzina e Crna-Voda mund të duhet të pezullojë përkohësisht operacionet e saj në një moment, por çdo ditë shtesë e punës së saj vlen më shumë se kostoja e shpërthimit, thaj. Për t'ju dhënë një ide rreth sfidës me të cilën po përballen Rumania dhe Hungaria, rrjedhja e ujit të Danubit ka rënë në 1500 metra kub në sekond në Rumani, më pak se 1/3 e mesatare së saj të korrikut. Historia pas këtij shpërthimi është se të premten e kaluar, Rumania ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme mbarkombëtare gjatë gjithë gushtit që rrjedh nga një rënje në prodhimin e energjisë elektrike, pasi nivelet rekord të ulta të lumit Danub ndërprem prodhimin e energjisë. Kulmi i valës aktuale të nxehtit pritet të mërkurën dhe të enjtën, me temperatura që do të kalojnë në 40 gradë Celsius dhe do t'i afrojnë rekordeve të gjitha kohërave. Ndërkohë Hungaria u detyrua të mbyllte pjesën më të madhe të centralit të saj të vetëm bërthamor, i cili gjeneron një pjesë të madhe të furnizimit me energji të vendit për herë të parë në 44 vjet, pasi tharja e Danubit e bëri të pamundur ftohjen në mënyrë të sigurt. Centrali bërthamor pritet të fiket plotësisht më vonë këtë javë, pasi nivelet e ujit në lumin Danub parashikohet të bien më tej. Kryeministri hungarez Peter Magyar paralajmëroi të hënën se 5 ditët më të vështira janë përpara. Budapesti dhe Vjena do të çojnë temperatura deri në 37 gradë Celsius sot, me Zagrebi në 36 gradë Celsius, Tirana në 35 gradë Celsius dhe Bukureshti në 33 gradë Celsius. Dhe këto temperatura pritet të zgjasin deri në 5 ditë, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të jetë shumë më freskët në perëndim, me 36 gradë Celsius në Rom dhe 34 gradë Celsius në Paris.